Për shembull, e kena te diznet e kerrve. Roll herë prishet e mesit, prishet e para ose e katërta. Pse? Është e nxehtë ajo, edhe ftoftin e merr më një herë e katra ose e para mangat se është më po këtu në mes me kontakt me ftoftin më shpejt, edhe sidomos te alumini ftofet shumë shpejt te diznet në këtë rast. Edhe që aty ftoftin nxehti, ato më bën patjetër më presh. Ose e bën patjetër ti kur dush me nxerr, më janë gjetë atë makinën me nxerr, nuk është se me nxerr, se po ai oksidimi aty me nxehtë me ftoft livresin thënë. Të mesit gati të asnjëherë s'ki problem as rroll herë që prishet edhe rroll herë që del me zër. Se nxehet gradualisht, ftofet gradualisht atë domand me kohën, nuk ftofet nxehtë, nuk ftofet shpejt edhe nuk nxehet shpejt. Kjo e krep punën e vet, pra shrafin e ri preferohet shrafi i ri. Për çfarë preferohet api kallzoj unë të lifton pak? A di pse preferohet? Kur t'ja heksh moskën tjetër herë mos me pas ule motorit që nuk pat qitashti. Kur e hekum domethënë moskën, nuk pat vaj kërkon hiç e ka rrjedh. Por mas me rrjedh preferohet çdo herë shtrafi i ri. Edhe e ki boni një punë ta bën një servis që duhet, edhe a lyp kjo këse Newton metër caktuar? Newton metër e le po. Menova që është dhe kjo alumin është. Gjithë shtravat e aluminit kur teken zatën thonë. Se janë qash të butë që kur t'i shtrëngojsh ti deformohen. I deformon gvintet. Ata s'vami përdor mos se s'ki gvint që do. Unë kom po që edhe shpesh pjash tishin apet shtrafin e njëjtë. E tani valla po rrjedh. Tani valla shumë raste që është një shtrafin e njëjtë, se për me dal servisi më lirë domon nuk ja blen edhe shtrafin për 30.000 euro. Mashtrajt. Po të se di 7 euro do të kostoj. Kur t'ja heksh moskën e ki plot ule këtu. Sa ki ulën e motorit që të ka fillësh motori, sa ki në moskë.